Vaksina e gripit ka nisur të kryhet prej fundit të muajit shtator dhe vijon ende. Janë rreth 18.500 doza të mbërritura tashmë në Vlorë, ndërsa janë kryer deri më tani 77% e tyre, por ka mbetur një sasi e vogël. Shefi epidemiologjisë në Vlorë, Agron Bashllari, konfirmon se kjo vaksinë është kryer tek të gjithë grupet e riskut apo më shumë të ekspozuar nga prekja e virusit të gripit, duke përfshirë personelin mjekësor, ato ushtarak apo edhe grup moshat më të riskuara, si dhe të sëmurët kronik. E rëndësishme, sipas Bashallarit, mbetet që edhe dozat e mbetura të kryen sa më shpejt përpara nisjes së periudhës së gripit në muajin dhjetor, një sëmundje që vijon deri në muajin mars, teksa kjo është edhe periudha ku regjistrojnë rastet më të shumta me viroza. Vaksinimi ndaj gripit ka filluar që në muajin shtator, pra në 10 ditësh e fundit të muajit shtator, dhe vazhdon intensivisht. Një VKSH Vlorë ka marrë nga Instituti i Shtetit Publik 18.500 doza për të aplikuar në kategoritë me risk të popullatës për komplikacione ndaj gripit, që dihet janë personeli shëndetësor, të sëmurët kronik, fëmijët, gratë shtatzana, grupe të ndryshme si pra atje u kemi kolektiva, si që janë forcat armatosura, sistemi arsimor. Shikojmë pra nga Ecuria, deri më sot, kemi arritur të realizojmë rreth 77% të dozave të marra. Nga 18.500 doza kemi parapërsisht rreth 3.900 doza ende për të bërë, që do të thotë pjesa tjetër është realizuar. Personeli shëndetësor është vaksinuar në një përqindje të lartë të tyre, pra mbi 85%, që tregon pra dhe ndërgjegjësimin e stafeve shëndetësore për rëndësinë e vaksinimit të gripit, jo thjesht për mbrojtjen e shëndetit të tyre, por dhe të familjarëve dhe të pacientëve pra që me të cilët ata punojnë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Njëkohësisht të sëmurët kronik janë të ndërgjegjësuar dhe janë vaksinuar masivisht, ku kategoria kryesore janë të sëmurët me probleme të zemrës ose ndryshe kardiovaskulare. Numri i tyre është rreth 7.650 persona. Kategoria e dytë e të sëmurëve kronik, të cilët gjithashtu janë vaksinuar masivisht, janë të sëmurë diabetik, rreth 1.600 persona, pra 1.582 më saktësisht. Dhe kategoritë e tjera gjithashtu janë të vaksinuar njëkohësisht dhe në këto grupet e tjera që thamë, pra në arsim, forcat armatosura, apo qytetar pa probleme kronike, por që përfshihen në kategoritë që duhet të vaksinohen, dhe numri i tyre është i rëndësishëm, rreth 3.800 persona. Bashllari thekson se vaksina për çdo vit vjen pas analizave që kryen dhe për të përcaktuar rrezikun si dhe rolin e virusit. Vaksina është në sistemin shëndetësor, ndërsa është shumë e rëndësishme për të evituar problematikat, kryesisht e grupet e riskut gjatë periudhës së virozave. Synojmë që dozat e mbetura, pra rreth 4.000 doza të aplikohen sa më shpejt pra brenda muajit nëntor, duke patur parasysh sëmundshmërinë sezonale në vite ku pak a shumë gripi ka filluar, pra është identifikuar, jo në Vlorë, pra nëpërmjet sistemeve të survejancës, është identifikuar në Tiranë, pra i tipit A, ndërkohë në muajin dhjetor pra fillon rritja e sëmundshmërisë sezonale, që do të thotë një qarkullim tipik sezonal i shtuar i viruseve respirator, ku kuptohet që virusi i gripit është virusi dominant, viruset e gripit. Vaksina është nga mbulon 4 nëntipe. Në përgjithësi, viruset më dominant kanë qenë AH1N1 dhe AH3N2, pra në çdo sezon, të cilat janë pjesë e vaksinimit. Duke ju falenderuar dhe juve si televizion për sensibilizimin për vaksinimin e popullatës ndaj gripit, theksojmë dhe njerë që në bazë të dhënave, pra të vendeve të tjera ku gripi është në sezon tipik, do me thëmë në përhapje sezonale, është konstatuar pra që ka një rritje të theksuar të hospitalizimeve dhe të ashpërsimit klinik të gripit, që do të thotë është shumë e rëndësishme pra të bëjmë sa më shpejt vaksinën e gripit. Vaksina është inaktive, pra nuk ka si të shkaktojë sëmundjen e gripit dhe duhet të aplikojnë të gjithë, që nga fëmijët mbi 6 muaj dhe të gjitha moshat. Vaksina e gripit edhe për këtë vit ka patur një rëndësi të veçantë për të evituar rastet problematike, ndërsa prej mbërritjes së saj në muajin shtator ka patur interes për ta kryer atë. Vaksina e gripit çdo vit pra viruset nëpërmjet sistemit të survejancës, pra mbledhjes së kampioneve nga pacientët e sëmurë,
ku dhe Vlora është pjesë e sistemit të survejancës kombëtare, por njëkohësisht dhe Shqipëria është pjesë e sistemit të survejancës europiane, që do të thotë të gjitha mostrat, analizat që ne dërgojmë Institutit për Shtetin Publik, analizohen dhe pjesë e këtyre kampioneve çojnë dhe në pranë rrjetin europian të identifikimit dhe të viruseve, pra detyrimisht viruset e gripit analizohen vit për vit për të përgatitur pra vaksinën e sezonit të ardhshëm.